Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo fjalë peshohet dhe çdo koment merr për masa më të mëdha se ç'është në të vërtetë, një bisedë mes Lëndrimit dhe Benitës ndezi diskutime dhe reagime të ndryshme. Lëndrimi, pa shumë rrotulla, i tha Benitës se sipas tij, ajo nuk ishte më e bukura e shtëpisë. Ishte një deklaratë e drejtë për drejtë, ndoshta e thënë me ironi, ndoshta për të provokuar një reagim, siç ndodh shpesh në këtë lojë. Benita nuk u stet. Me vetë besim, ajo u përgjigj se për të më e bukura në shtëpi ishte Dolce. Përgjigjja e saj u duke menduar, jo xheloze, por realiste, sikur donte të tregonte se bukuria nuk është një garë personale, por një perceptim. Ajo e pranoi hapur se Dolce kishte një bukuri që binte në sy dhe që nuk kishte nevojë për krahasime. Në atë moment, në bisedë u përfshi edhe Eliona, duke e kompletuar panoramën e mendimeve. Sipas saj, pas Dolces vinte ajo vetë, duke e thënë këtë me një ton që për disa u duk si vetbesim, ndërsa për të tjerë si një mënyrë për të vendosur kufi dhe për të mos lejuar që tema të shndërrohej në një debat të panevojshëm me goje. Kjo skenë tregoi edhe një herë se në Big Brother, bukuria shpesh përdoret si mjet diskutimi, si armë provokimi apo si mënyrë për të testuar reagimet e banorëve. Por njëkohësisht, ajo nxori në pa edhe diçka tjetër, jo të gjithë bien në kurthin e krahasimeve. Disa din të ruajnë balancën dhe të mos e teprojnë me vetë promovimin. Në fund, mesazhi që mbeti ishte i qartë për shumë shikues. Në një shtëpi ku ka kaq shumë personalitete të forta, bukuria nuk është ajo që të mban gjatë në lojë. Janë qëndrimet, sjellja dhe mënyra se si përballon situatat që të japin peshë. Dhe ndoshta pikërisht kjo është arsyeja pse biseda të tilla, sado të vogla të duken, tregojnë shumë për dinamikat reale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova.